Prokuroria e posaçme po shkon drejt mbylljes së hetimit për abuzimet me fondet e Bashkimit Evropian për mbështetjen e bujqësisë në vendin tonë përmes programit IPARD, ndërsa ka nisur komunikimin e akuzave zyrtare për të dyshuarit në këtë dosje. Renia Shiku, pronar i Go Farming, R&D dhe bashkëpronar i Converse Management Consulting është ndër të parët të dyshuar në dosje që u paraqit në SPAK për të njohur me rezultatet e hetimit. Sipërmarrësi e kaloi derën e prokurorisë së posaçme shoqëruar me avokat, ndërsa mësohet se i është komunikuar zyrtarisht akuza ushtrimit të ndikimit të paligjshëm për dosjen e IPARD. Në hyrje dhe largim shmangu komentet për median mbi çështjet për të cilat dëshmoi para grupit hetimor të një prej çështjeve të bujshme që SPAK ka aktualisht në hetim, edhe për shkak të debatit politik që e ka shoqëruar. Më 17 mars për këtë dosje është marrë në pyetje dhe ish ministrja e bujqësisë Frida Krifsa, çka sinjalizoi se hetimi ishte drejt fundit dhe më pas pritet të dërgohet në gjykatën e posaçme. SPAK e konfirmoi zyrtarisht më 24 tetor 2025 se kishte regjistruar procedim penal për abuzimet e dyshuara me fondet IPARD 2 dhe se çështja ishte në fazën e hetimeve paraprake. Procedimi nisi pas kallëzimit të OLAF, e cila evidentoi shkelje në administrimin e fondeve të destinuara për sektorin bujqësor në Shqipëri. Përpasoj Bashkimi Evropian vendosi të ngri financimin përmes programit IPARD 3 duke bllokuar qindra miliona euro që ishin planifikuar si mbështetje për fermerët shqiptar.